Me trajnerin e Vllaznisë në voleyboll për femra, Dorian Tafa, sapo është mbyllur ndeshja Vllaznia Partizani, ekipi mik fiton me rezultatin 1-3. Profesor, përsëri lojë e mirë, përpjekje, sidomos seti 3 dhe 4, por në fund humje. Ju shqetëson ky fakt sepse në 6 takime vetëm një fitore keni në transfert me Korabi. Po, realisht është më mërzit, sepse në gjitha setit, jo vetëm setin e 3 dhe të 4, por edhe në setin e parë hub me shumë shërbime dhe seti i 4 çdo set ta mbyll jo me diferencë madhe pikë siç ka mbyll setet tjera me ekipe që kena luajt. Por jena ekip i ri, nuk di çfarë më thonë, jam shumë i mërzitur realisht, por them që duhet me fillu me bë mirë, por vajzat e reja nuk kanë shumë garanci me thonë çfarë është, por duhet më ullni duhet më ullni mirë se këto vajza kena me këto dëmunonat të bëjmë mirë. Profesor, tërheqë mendën sepse setet e fundit, atëherë kur ndoshta ndjet më tepër lodhja, skuadra ju është më e freskët dhe luan me rezultat. Mund të jetë edhe ky aspekt ndoshta fizik, sepse siç e kam thënë, ne kena vazhdu në 24 gusht kena fillu stërvitjen, do të thonë jo 24 mos u ka bërë. Jo, unë thash të kundërtën sepse setin e tretë ishin shumë të freskët. Po ashtu edhe deri tek pika 20 tek seti i 4. Pra, ka gjendje psikologjike që kur je në avantazh, që të rifreskon, por siç ndodhi edhe setin e 4, që ishim 3-4 pikë gjithë lojën përpara, disa gabime elementare mund të them unë. Tham që ato na penalizuan dhe ekipi kundërshtar dihet që Partizani ka një ekip shumë me vajza shqiptare normal të mirat. Ato kanë eksperiencë dhe nuk tolerojnë që me gabu. Kështu që unë them dhe seti ka u desh më mbyll nga ana jon, por 18-14 ato arritën me rikthy rezultatin. Kjo bëhet tuhin eksperjenca dhe pjesa fizike që dhe ato janë më mirë fizikisht dhe ekipi jon nuk është gati fizikisht për të përballuar shumë ndeshje me rivalitet fort. Edhe pse jeni mundur në ndeshjet e mëparshme, jeni shprehur entuziast për të ardhmen e skuadrës, vazhdon të jetë ai besim, ajo pritshmëri për skuadrën? Absolutisht, unë jem shumë pozitiv, duhet të jem pesimist absolutisht, sepse si shife me çdo ekip ne luftojmë, por nuk arrim mbyllim setin. Kjo është problematikë që janë faktor, siç e diskutuam edhe më përpara, që janë faktori ekip i ri, ekip i bëm në mënyrë rekord për të mos rrezikuar me kanë Super League. Kjo është gjithë ideja. Tham që në vazhdimsi prep, kampionati ka fillu, kena njoft kush janë kundërshtar tonë, tham që prep do mundohen të bëjmë më mirë. Kaq është detyra jonë. Stërvitje, përkushtim dhe besoj kanë marrë rezultatet. Thatë për të qëndruar në Super League, duke parë eturin e këtyre javëve, ky është objektivi i Vllaznisë për momentin? Për momentin kjo është objektivi jonë. Kjo është kontingjenti që kena me lojtarë. Kjo punë bëhet vetëm me lojtarë. Sado mund të punojmë ne, mund të bëjmë mirë stërvitje, por bëhet me lojtarë. Normalisht, tham që dhe vajzat e reja kanë me fillu mu rrit në ana profesionale, që janë pjesa teknike, taktike, sepse besoj jo shikuar dhe që janë disa gabime shumë elementare vendosur taktikisht, si në pjesën e dublazhit, si në pjesën e sulmit, nuk mund të vë asnjëherë me faj. Absolutisht për mua janë shumë të mrekullueshme tani sepse kanë marrë një risk mi supë tyne për të vesh bluzën e Vllaznisë. Kalendari për javën e 7 për Vllaznin? Atëherë me javën tjetër ne luajmë në Durrës, po ashtu dhe Durrësi siç ishte Partizani një rivalet tonë dhe ai është një rival që duhet mu luftu dhe mu fitu për nesh. Tham që besoj duhet me arrit me marrë rezultat, por ja lojmë neshës, nuk mund të arrijmë me forme superlativa dhe me shpreh gjana që janë shumë pa parashikueshme për momentin nga ana jonë. Suksese.